Një ditë larg afatit përfundimtar të dorëzimit të listës me kandidatët e mundshëm për deputet në parlamentaret e 11 majit, kryeministri Edi Rama njoftoi se skuadra e re që do të përballet në fushë së shpejti do të përbëhet nga figura të reja. Një skuadër perfekte nuk ekziston, por një skuadër shumë të mirë patjetër do ta kemi. Do kemi një skuadër të ripërtrirë, do kemi një skuadër ku do të harmonizohet eksperjenca e domosdoshme dhe energjia pozitive e motrinjve. Do kemi një skuadër që do të garantojë vazhdimsinë e një procesi historik, siç është procesi i antarësinë në Bashkimin Evropian. Për kreun e mazhorancës, vota në favor të demokratëve do të ishte rrezikshme. Larg qoftë për vendin, larg qoftë për fëmijët tanë, larg qoftë për marrëdhëniet me Bashkimin Evropian. Mos harroni që Bashkimi Evropian nuk i shef dot fare me sy ca tipa. Fare. Në vijim Rama u pyet edhe për programin elektoral të 11 majit. Programi ynë është i shpalosur në të katër anët dhe dihet megjithatë rri pa merak se disa gjëra të qarta lidhur me të disa pika kyçe do t'i themi, por programi i programeve është antarësimi në Bashkimin Evropian. Teksa u ndalte drejtësia, kryeministri theksoi se PS nuk do të bëjë avokatin e askujt. Dhe ne kemi bërë zgjedhjen tonë. Ne jemi në krahun e drejtësisë. Nuk bëjmë avokatin e askujt. Rama dha lajmin se në kuadër të takimit të Komitetit Politik Evropian më 15 maj do të mbërrinë në Shqipëri të gjithë liderët evropian për të marrë pjesë në një darkë pune të rëndësishme, ndërsa më datë 16 do të mbahet në Tiranë takimi me të gjithë liderët.